Ti në fakt ke shkëlqyer aty. Kam ecur goxha aty, po kam shkuar deri te treshja e fundit. Pra, ke qenë finaliste. Finalistja e skuadrës time, që ishin skuadra Gjoka me Renis dhe Aleksandr Gjokën. Si e mban mend atë moment dhe pse mendojnë që njerëzit e kanë harruar atë moment tëndin? Mendoj se e kanë harruar sepse unë kam qenë goxha e vogël, ka këtu e 8 vite Po, edhe ke ndryshuar në luk, flokë të zeza, aty një fëmijë, sigurisht. Kam qenë me e vogël dhe sado kam ecur goxha, pas asaj më ndodhi një fatkeqësi familjare që më ndesh ta lija muzikën. U ktheva përsëri në Berat, po kisha humbjen e babit. Besoj kam dhe një video që flas diku në një intervistë për këtë pjesë, por më ndesh ta lija muzikën për 3 vite, mos gabojm, 3-4 vite. Jam rikthyer në Berat, sepse unë jam nga Berati dhe gjimnazin aty e kam bërë. Dhe pas asaj, kur erdha në Tiranë, fillova të merrem prapë me live, që u futa prapë muzikës, dhe kam 3-4 vite prapë që merrem. 4-5, mos gaboj, po. Duhet këtë qenë një moment i vështirë për ty, unë nuk e pas kam dëgjuar këtë gjë, të them të drejtën. Nuk është se e kam nxjerr shumë në... Nuk jam dhe tipi që të nxjerr gjëra të tilla në Instagram, apo të flas shumë, domethënë, po ka qenë moment i vështirë.